Gjysmëvjetori i dytë në Tetov ka filluar me 610 nxënës më pak, të cilët po mungojnë për shkak të gripit sezonal. Shumica prej tyre janë nxënës të shkollave fillore, por i lartë është numri edhe i nxënësve të shkollave të mesme që nuk po shkojnë në mësim. Sipas nxënave që kemi marrë deri më tani, në shkollat fillore kemi diku 400 nxënës të cilët nuk ndjekin procesin edukativ arsimor shkaku i virozave, dhe 210 nxënës parafërsisht në shkollat mesme, po ashtu të cilët janë me viroz. Besojmë që kjo fazë e viruseve do të ketë rënje dhe nxënësit do të kthehen në bankave të shkollave. Është mirë që nxënësit të cilët janë me viroz, një apel deri tek prindërit, që fëmijët e tyre gjatë kësaj periudhe që kanë viroz, fëmijët e tyre mos t'i lëshojnë në shkolla. Shkolla Liria në Tetov ka mungesën më të lartë të nxënësve. Drejtoresha Farie Idrizi Kasami thotë se në çdo klasë mungojnë nga 5 deri në 13 nxënës. Për disa klasa kemi patur një numër nga 13 nxënës, nga 5, varësisht nga numri i nxënësve nëpër klasa që ndodhet. Një apel të gjithë prindërit, domethënë nëse fëmijët e tyre rezultojnë me simptoma të gripit, fëmijët të mos të shohen në shkollë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ditë më parë deklaroi se është e kënaqur që gripi nuk ka arritur në një nivel që do të kërkonte zgjatjen e pushimit dimëror dhe se nxënësit e kanë filluar gjysmën e dytë të vitit shkollor. Duke folur për shqetësimet për përhapjen e viruseve, ministra shtoi se gripi nuk merret vetëm në shkollë, por edhe në shtëpi, në rrugë apo gjatë skijimit.